Luana Vjollca i merr festivalin Arbana Osmanit, rikthehet përplasja mes dy vajzave, kanë nisur përgatitjet për festivalin e Rëtëshër. Pas publikimit të spotit zyrtar nga Elhaida Dani për Fest 64, pra pas skenat e festivalit më të madh muzikor në vend kanë filluar të lëvizin me shpejtësi. Interesi për të marrë drejtimin e këtij edicioni është rritur, dhe dy emra të njohur të ekranit kanë hyrë fuqishëm në garë. Burime pranë Rëtëshër bëjnë me dije se Luana Vjollca ka dorëzuar zyrtarisht platformën e saj për prezantimin e festivalit. Ajo ka propozuar edhe emrin e skenaristit me të cilin synon të ndërtojë gjithë konceptin artistik të ngjarjes. Platforma e saj ndodhet aktualisht në shqyrtim nga Drejtoria e Përgjithshme e Rëtëshër, por ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Ndërkohë, edhe Arbana Osmani ka shfaqur interes për të rikthyer në skenën e Fest 64. Ajo raportohet se ka prezantuar një projekt të detajuar, ku përfshihen emrat e kameramanit, regjisorit dhe skenaristit, me të cilët dëshiron të realizojë spektaklin. Kujtojmë se përplasja e dy moderatoreve ka nisur vite më parë, që në nisje të BBV1, ku Luana ishte ajo që donte ta moderonte këtë format, por ishte Arbana ajo që e mori drejtimin e këtij formati. Pas këtij vendimi duket se dy vajzat nuk kanë pasur më asnjë kontakt me njëra tjetrën, duke ngrirë kështu raportet, e tashmë duket se historia po përsëritet. Këtë herë për drejtimin e festivalit të fundvitit. Të dy projektet e dorëzuar janë marrë në konsiderat për të qenë drejtueset e këtij formati, ndonse të shumt kanë qenë ata në rrjet që janë shprehur se drejtimi do t'i jepet Luanës për shkak të kostove të ulta që projekti i saj ka. Deri më tani, vetë dy vajzat kanë zgjedhur që mos të japin detaje për hapat që kanë ndërmarrë deri më tani. Në rrjetet e tyre sociale, Luana dhe Arbana janë duke shijuar pushimet, në pritje të një vendimi, se cili prej tyre do të jetë imazhi i festivalit. E nëse disa vite më parë ishte Arbana ajo që arriti të fitonte, në dukje këtë herë do të jetë Luana ajo që do të vendoset në krye të kompeticionit të rëndësishëm muzikor. Megjithatë, derisa drejtuesit e Rëtëshër të marrin një vendim, ka ende pak kohë. Në çdo rast, për sa kohë që produksioni i Big Brother VIP Albania nuk ka dalë me një datë zyrtare, çdo lëvizje, postim apo deklaratë e Sarës dhe Ledionit mbetet në qendër të vëmendjes. Publiku duket i uritur për të zbuluar jo vetëm fatin e programit, por edhe të çiftit që është bërë sinonim i tij. Në këtë atmosferë pasigurie, një gjë mbetet e qartë: Sara Hoxha dhe Ledion Liço nuk janë thjesht një çift i njohur televiziv. Ata përfaqësojnë një kombinim të rrallë mes trashëgimisë mediatike, profesionalizmit dhe karizmës personale. Çdo ndryshim në marrëdhënien e tyre ka potencial të ndikojë jo vetëm në interesin publik, por edhe në ritmin e vetë televizionit që ata përfaqësojnë. Derisa Top Channel të japë sinjalin për nisjen e sezonit të ri të BBV, publiku do të mbetet në pritje, me syt nga rrjetet sociale dhe nga çdo detaj që mund të zbulojë diçka më shumë për fatet e çiftit më të komentuar të ekranit shqiptar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.